Ne me Spitalin e Pejës jemi përqendruar tek modernizimi dhe ja kemi shtuar një rezonancë magnetike që është tejet e vlefshme për banorët jo vetëm të Pejës. Për 20 vjet në Kosovë kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike, me qeverisjen tonë në këtë mandat 4 vjeçar janë shtuar edhe 3 të tilla e njëra prej tyre për Spitalin e Pejës. Në Pejë do t'i zgjerojmë shërbimet shëndetësore duke hapur edhe poliklinikën specialistike stomatologjike, sepse kujdesi shëndetësor duhet të jetë i qasshëm, cilësor dhe afër qytetarëve. Shëndeti publik nuk pret dhe as nuk privatizohet, për këtë e keni mundësi e garanci qeverisjen tonë. Pastaj, në gjitha rajonet, përfshirë Pejën, ne do të ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore. Do të ndërtojmë magjistralin e Dugagjinit që e lidh Prizrenin, Raovesin, Gjakovën me Deçanin, Pejën dhe Istogun. Do të investojmë këtu në Pejë në hapjen e 5 qerdheve në lokacionet Baran, Rausheq, Leshan, Nabërgjan dhe Novosel, duke i bërë ato të përballueshme për çdo familje në qytetin tonë. 3 lloj turizmit do t'i zhvillojmë në Pejë, është turizmi kulturor, turizmi shëndetësor dhe agroturizmi. E qeveria jonë, qeveria juaj në mandatin vjem e mbështet ndërtimin e objektit të ri të muzeut të Pejës si institucion publik i kujtesës dhe i historisë. Muzeu shërben si pikë referimi për vizitorët dhe qytetarët dhe do të hyjë në hartën turistike të Republikës së Kosovës. 19 milion euro për stadiumin e qytetit Shahin Haxhi Islami, punimet nisin së shpejti, gati 6 milion euro për ndërtimin e kompleksit Qendrës Nacionale të Judos në Pejë, e para e llojit vet në vendin tonë. Aty do të zhvillohen edhe lojrat mesdhetare 2030 që kanë vendin tonë një Koqir, kontrata tashmë është nënshkruar, ndërkaq salla e sporteve Karagaçi do të rinovohet thellësisht e tërësisht, sepse edhe aty do t'i mirëpresim lojrat mesdhetare 2030. Kur jemi të thurja e Gardhit, përkatësisht mbrojtja e kufirit, të nderuar të pranishëm, prej 37 rrugëve ilegale që i kemi mbyllur, 29 kanë qenë veri të Kosovës. 29 rrugë ilegale në veri në Kosovës. Kontraband, krim, kontraband me armë, me drogë, me gjësende nga më të ndryshmet e bile edhe me njerëz. Non stacione policore i kemi rrotull kufirit e s'ka qenë asnjë, 29 rrugë ilegale kanë qenë e s'ka ngel asnjë. Në veri të Kosovës mund të ketë ndaj kriminal të vogël që ende fshihet në gund. Po kriminal të maj s'ka më. O janë në burgun e sigurisë lartë në Dyz, në Gërdëc të Llapit, o janë vranë në Banjsk, o kanë ikë për Serbi. Vendimi i parë do t'jetë buxheti për vitin 2026. Vendimi i dytë do t'jetë procedimi i ligjit të ri për çmime tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Pas nesër të dashur qytetar, bëhen 2 vjet e 1 muaj prej ditës më të rëndë që e kum pas në qeverisje. Dita më e rëndë që e kum pas në qeverisje për mirëqenjen e qytetarëve ka qenë 23 nëntor i vitit 2023. Atëherë kur gjykata kushtetuese na argëzoi ligjin për çmime tavan për produktet bazë në mënyrë që shporta me gjësendet elementare ushqimore e familjes kosovare të ketë po ashtu tavan përkatësisht çmim përballueshëm. E argëzoi gjykata kushtetuese, ndërhyrin politikat tona fiskale dhe çka mbeti mu tjetër përveç se deklaroj që
këta po dojnë më bo parti politike. Sepse neve na thoshin, bugjetin ju e grumbulloni qysh dini ju e mundeni ju. A shpenzimin e bugjetit du të me na vetë neve gjykatën. Ja, për mjë vetë juve gjykatën, që shpenzohet bugjeti për politikat tona fiskale, e të cilat ishin të ngjajshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëhere do duhej që ata të garojnë me neve në zgjedhje. E jo ne kur të fitojmë zgjedhjet, me na tregu që është deshna me thonë fushat.